Përshëndetje shikues të dashur. Jemi edhe me një epizod tjetër të podcastit Shëndetin Rend Parë. Është kënaqësi e veçantë që sot ta kem në studio një pediatre reumatologe e vetmja në këtë fushë në Kosovë. Ajo është doktoresha Arbnore Batalli. Doktoresha Batalli është në studio tona për të ndarë përvojat e saj me shikuesit, sfidat që has në praktikën e përditshme, rëndësinë e diagnostifikimit të hershëm dhe të trajtimit. Para se ta nisëm bisedën në studio, ne falenderojmë sponsorin e emisionit ton, kompaninë Mucha Solar. Doktoresh, faleminderit që je sot me ne për të folur për një fushë e cila shumë pak flitet edhe shumë pak dim për sëmundje të tilla të fëmijët. Faleminderit Besa për ftesën. Doktoresh, po më intereson ta di, si vendoset ta studioni një fushë të tillë që kryesisht ka pak ose në Kosovë nuk ka as pak, je vetmja specialiste e reumatologjisë tek fëmijët. Po, reumatologjia pediatrike është një degë shumë deficitare, jo vetëm në Kosovë, por mund të them gati në gjithë botën, edhe në Evropë, domethënë ka shumë pak pediatër reumatolog. Se si vendosa është që nga dita e parë që kam filluar specializimin nga lëmia e pediatrisë, ne e kemi protokolin cilat 3 parte, domethënë do ta kryejmë stazhin, dhe kur e kam kryer stazhin nga lëmia e reumatologjisë, në atë kohë kanë qenë të përbashkëta kardiologjia me reumatologji, e kom pa që më pëlqen shumë reumatologjia dhe thjesht si fush më flen. Dhe që nga atëherë e kom shpreh interesimin nga reumatologjia pediatrike, gjë që në atë kohë kom kryer edhe magjistraturën për ethet reumatizmale në Kosovë nga lëmia e reumatologjisë pediatrike. Më pastaj, kur kanë filluar profilizimet sipas lëmive, normalisht i kom plotësuar edhe kushtet dhe qëndrimin e gjatë në repartin e kardioreumatologjisë në atë kohë dhe kemi hyrë në provim dhe tani jam pediatre reumatologe. Dhe fatkeqësisht e vetmja në Kosovë. Pse nuk ka interesim? Është fushë pak më specifike apo pse doktoresh nuk ka interesim për këtë fushë? Ta shohim tash e tutje rinia, specializantët a do të vendosin në kohën kur kemi qenë së bashku me repartin e kardiologjisë, më tepër kanë qenë koncentrimi nga kardiologjia pediatrike, sepse në atë kohë ka qenë më sfiduese, ka qenë ekokardiografia, fillimet e para të ekokardiografisë pra ultrazanit të zemrës, dhe mjekët të cilët kemi punuar së bashku kanë qenë të orientuar nga pediatria, domethënë kardiologjike gjithsesi. Dhe në atë kohë vetëm unë kom vendos për këtë fushë, domethënë reumatologjin pediatrike. Tani tutje ta shohim specializantët të cilët janë duke e kryer specializimin, sigurisht që kanë interesim dhe do ta marrin reumatologjin pediatrike. Cila është pjesa më sfiduese në këtë fushë, me qenë se jeni vetëm edhe është pak ngarkesë, jesh vetëm në Kosovë me këtë fushë? Besa është tepër sfiduese dhe sepse kur ta ke dikend përpara, ke edhe kënd me konsultu. I qartë. Mirë, po shpesher konsultohem edhe me profesorët nga Evropa, kemi raste shumë sfiduese. Në një është duke u rritur numri i sëmundjeve reumatike në Kosovë, gjithsesi sëmundjeve autoimune. Një shpjegim i qartë për popullatën që sëmundje autoimune janë të gjitha ato sëmundje kur nuk dihet shkaktari i qartë, përveç faktori gjenetik që shpesher dominon tek ne, por kur organizmi i lufton qelizat e veta dhe i percepton, të shëndosha i percepton si të huajat. Dhe kjo ndodh në rastet të një imuniteti më të deprimuar që e zën fëmijën ose adoleshentin në atë kohë. Në kohën kur unë e kom kryer magjistraturën, kanë qenë ethja reumatizmale, e cila është dukshme më e lehtë se sa sëmundjet të tjera, sepse dihet shkaktari. Pra shkaktari i ethës reumatike është streptokoku beta hemolitik dhe disa prej serotipeve, për shembull serotipi M18, nëse e atakon fëmijën, atëherë mund ta zhvillohet ethja reumatike nëse nuk është mjekuar mirë nga angina streptokoksike. Numri ka qenë shumë i madh në kohën kur unë në atë kohë kom qenë, domethënë më e re, kom qenë në fillet e para të specializimit,
Mirë po tani, falë prevencës adekuate, vedisimit të popullatës, vedisimit të mjekësisë në përgjithësi, sot kemi një numër shumë të vogël të fëmijëve me ethe reumatike. Por, brengosja më e madhe që kemi shtimin e smundjeve të tjera, siç është artriti reumatoid juvenil dhe lupusi eritematoz sistemik, që janë smundje shumë më të rënda dhe kërkojnë tretman më të gjatë, sepse, siç e thash, më herët nuk ju dihet shkaktari përveç faktorit gjenetik që shpeshherë thash e trashëgojmë. Doktoresh, po dua pak për informacion të qytetarëve dhe gjithë neve, çka është në fakt reumatologjia pediatrike? Reumatologjia pediatrike është një degë e pediatrisë e cila merret me të gjitha dhembjet e nyjeve, dhembjet e trupit, ajtjet e nyjeve. Çka janë nyjet? Janë pra gjunjët, janë bryllat, janë nyjet poshtë, nyjet talokrurale dhe merret me të gjitha llojet tjera të smundjeve ku nuk ju dihet shkaktari, ku në disa raste i kemi gjithë parametrat infektiv të shpejtuar, nuk gjendet shkaktari, atëherë aty mundet me ndodh kur kemi smundje autoimune. Për shembull, një temperaturë e cila ka persistuar deri në 6 muaj, her pas here, por që nuk ka pas ndonjë shkaktar specifik që ka shkaktuar atë temperaturë. Pra, thënë në përgjithësi, çdo gjë që ka të bëj me sistemin lokomotor, me ekstremitetet e sipërme, ekstremitetet e poshtme, dhembjet, që ne i quajmë në pediatri artralgji, ajtjet, e të tjera. Doktoresh, i përmende pak shkurtazi, po më intereson ti flasni pak më gjerësisht. Cilat janë ato smundjet kryesore reumatologjike të fëmijët? Dhe me çfarë simptomash paraqiten? Smundjet më të shpeshta reumatologjike të fëmijët për momentin janë artriti kronik juvenil, që pa desht me frigu popullatën është në rritje e sipër. Çfarë simptomash paraqet artriti? Simptoma e parë që mundet me paraqit një fëmijë, qoftë edhe i vogël, 2 vjet, 1 vjet ose edhe më i madh, është një ajtje një gjurit e cila deri dje par dje ka qenë mirë. Prindërit ankohen që doktoresh që një periudhë të gjatë fillim ka filluar me ngurcime mëngjesore, të cilat zgjuar fëmiu në mëngjes, nuk ka mundur të ecë ose nëse është i vogël ka qajt, ka qaluar deri 1 orë dhe thot doktoresh pas 1 ore pas e ka vrapuar. Ka dërguar te ortopedi, ka dërguar te pediatër të tjerë, kanë dhënë terapi me antiinflamator, si që janë preparatet e ibuprofenit, për momentin është larguar dhembja dhe ngurcimet dhe më pastaj është lajmëruar. Pastaj fillon ajtja, për shembull, e njërit gjuhë ose të 2 gjunjve, ose edhe të nyjeve talokrurale. Shpesh karakteristike janë veç ajtjet e gishtrinjve ose deformitetet e gishtrinjve. Do të thonë, nga gishtrinje që kanë pas normal, fillojnë të deformohen. Dhe shpesher ndodh që të vonohen rastet, jo me qëllim që i kanë bërë doktorat të tjerë, po ndoshta nuk ju ka shkuar mendja te smundjet reumatike, dikujt nuk i shkon mendja që ka pediatër reumatolog në Kosovë dhe i dërgojnë jashtë Kosovës, por që në fund po përfundojnë me vonesë në diagnostikim dhe me invaliditete të nyjeve të ndryshme. Për shembull, kemi X raste kur kemi nyjen e dorës të deformuar dhe pastaj kur është rrit, vajzë ka qenë një shembull e kom, ka tentuar ta operoj për shkak të dihet që adoleshentët komplekse të cilat i kanë në periudhën që i kanë në moshë. Pra duhet të njëherë të referohet dhe të intervenohet me kohë. Përveç artritit, cilat janë smundjet tjera? Përveç artritit kronik, për shembull kemi lupusin eritematoz sistemik. Çka është kjo smundje, doktor? Kjo është një smundje multisistemike, është një smundje autoimune, e cila kjo i ka karakteristikat
mundet mi pas të ngjashme se këto smundjet autoimune janë pothuajse të ngjashme njëra me tjetrën, prandaj duhet pasur shumë kujdes në diagnostikim, por një simptom që po ju tregoj, faqet janë të kuqe në shumicën e fëmijëve me lupus erythematoz, sikurse krahët e flutrës. Kemi dhembje të ekstremiteteve të sipërme, të poshtme, ajtje, dhe në disa raste kur i përfshin edhe veshkat, pastaj kemi edhe ndryshime në veshka. Sa është i vështirë diagnostikimi apo jo? Te lupusi erythematoz sistemik nuk është shumë i vështirë, sepse i kemi analizat karakteristike, të cilat dalin pozitiv dhe e dim që është lupus erythematoz sistemik. Më i vështirë është të artriti reumatoid juvenil, sepse nuk kemi test specifik laboratorik. Faktori reumatik mundet me qenë pozitiv, por në shumë raste është edhe negativ. Andaj, nuk bazohemi në analiza laboratorike, por që nëse analizat laboratorike janë mirë, atëherë edhe prognoza pritet të jetë mirë në krahasim me analizat laboratorike, kur nuk janë mirë, edhe prognoza është më e vështirë. Doktoresh, si bëhet trajtimi i lupusit? Trajtimi i lupusit erythematoz sistemik, së pari fillohet me barna anti-inflamator, jo steroid, siç janë preparatet e ibuprofenit. Pastaj zakonisht nuk kanë efekt. Pastaj fillohet me kortikosteroide, dhahet një dozë pak më të madhe. Kortikosteroidet e kanë efektin thik me 2 teha, ne themi. Sa e kanë efektin e vet pozitiv, kur të mirën për një periudhë më të gjatë, kanë efektin negativ, rrezik të sindromës Cushing, ajet fytyra, ajet abdomeni apo barku dhe ajën, domethënë duart, thjesht fëmijët shtojnë në peshë, ju shtohet oreksi, mirë po duhet me pas kujdes në doza, domethënë si të menaxhojmë dozat, dhe pastaj fillohet, nëse nuk ka efekt me antimalerik, fillohet me nëse nuk ka efekt me kortikosteroide, fillohet me antimalerik, dhe më pastaj, nëse nuk ka efekt edhe kjo, fillohet me imunosupresor. Trajtimi, doktoresh, a është i përhershëm pastaj, apo vesh një fazë, pastaj shikohet a është stabilizu persona apo jo? Apo të smundjet autoimune, trajtimi është i përhershëm? Pa deshur të friksohen ndoshta prindërit që i kanë fëmijët me smundje autoimune, fatkeqësisht është trajtimi gjatë, është trajtim që kërkon shumë durim. Unë nga njerë ju them prindërve të pacientave që ndoshta ndonjëherë ja merrni edhe inat doktoreshës, sepse në momentin që zvoglohet terapia, fillojnë përsëri ajtjet e njëve, por besa fatmirësisht kemi bërë revolucion në reumatologjinë pediatrike në Kosovë, sepse fal menaxhmentit të qendrës klinike universitare të Kosovës, fal Ministrisë së Shëndetësisë, ne kemi arritur të fusim në listën esenciale 3 lloje të terapisë të substancave biologjike, të cilat përdoren edhe në botë për smundje reumatike, dhe të cilat në kushte, nëse i kishim ble në kushte private, kishin kushtuar shumë shtrejt. Kishin pas një kosto prapërsisht deri 1.000 euro. Ne kemi arrit ju sigurojmë dhe fal substancave biologjike, sot pacientët të cilët vuajnë nga smundjet autoimune dhe të cilat kanë qenë rezistent në terapia të cilat i ceka më lartë, atëherë kemi fillu me substanca biologjike të cilat vini marrin çdo javë ose çdo 2 javë në klinikën tonë pa kur farë kompenzimi. A na tregon doktoresh, po më intereson këto substancat biologjike, dallimin si funksionojnë këto me trajtimet tjera që bëhen. Ku është dallimi? Ku është dallimi me trajtime tjera? Dallimi është se këto, sa i përket efekteve anësore, ne për kortikosteroidet tash veç e dim, domethënë cilat janë efektet anësore, sepse kortikosteroidet ipen që në periudhë prej që domethënë shumë gjatë. Dhe i dim edhe pasojat, por është protokoll domethënë i këtyre smundjeve autoimune. Thënë të vërtetën, për substancat biologjike, çdo prind ja shpjegoj, normalisht ne edhe ushqim kur të ham më tepër na bën dëm. Domethënë ose na dhem lukthi, ose bëhemi obez, ose me mbi peshë, fryhemi e të tjera. Substancat biologjike ende në botë
nuk kanë vërtetu cili do të jetë ose cila do të jenë matutje efektet ansore të substancave biologjike. Për momentin, do më thonë, ne substancat biologjike i përdorim prafërsisht, nuk e di sakt, po prafërsisht 7 vite ose 8 vite. Dhe çdo vjet jemi duke i rritur numrin e substancave biologjike në mënyrë sepse varësisht nga simptomat të cilat i kanë, edhe i përdorim ato substanca biologjike. Për momentin, në krahasim me citostatikët, sepse mund të jipet edhe metroteksati, që bën pjesë në citostatik, tek sëmundjet autoimune. Por në krahasim me citostatikët, me metroteksatin, shumë ma pak ka efekte ansore. Në një nuk kanë lodhje, nuk kanë ranje të flokëve, dhe lirish pacienti po shkon në shkollë, do më thonë, vjen e merr, jipet në mënyrë subkutane, sikurse insulina tek ta fëmijë që janë me diabet, dhe deri më tani janë 43 raste të cilat janë fut në substanca biologjike. Në Kosovë, po flasim për repartin e reumatologjisë pediatrike, ku unë jam përgjegjëse e repartit, do më thonë, të reumatologjisë pediatrike, dhe në Kosovë janë 43. Normalisht të gjitha rastet nuk janë të futura, sepse shumë raste hyjnë në remision me kortikosteroide, me një menaxhim të një doze ku nuk bën shumë dame, hyjnë në remision. Fjala remision do të thotë kur unë ju shpjegoj pacientëve të mi kur smundja flen. Qetësi është një lloj heshtje. Dhe shpresojmë që në periudhën kur e kalojnë adoleshencën, ndoshta, do më thonë, vjen deri tek mos them, më thoj zashërimi, sepse kur nuk mund të themi 100% që mund të shërohen, të paktën të menaxhohen. Po, të menaxhohen, por të një menaxhim i mirë, dhe cili apo qëllimi i menaxhimit të mirë është ti prevenojmë komplikacionet. Cilat janë komplikacionet? Invaliditeti, do më thonë, i pacientëve dhe komplikimet në sy, që janë uveiti ose iridocikliti. I falenderoj oftalmologët të cilët shumë janë të vëdisuar në këtë aspekt, momentin kur e shohin një iridociklit ose një uvejt e fëmit, me njerë e referojnë të pediatri reumatolog për të eliminuar smundjet reumatologjike, sepse nga njerë fillon vetëm me uvejt ose me iridociklit. Për këtë arsye po them që është sfidë diagnostikimi, dhe jo rastësisht pacientët enden për një doktori në doktorin tjetër, sepse nuk është e lehtë të diagnostikohen smundjet autoimune, dhe nuk është e lehtë fare për neve që ti menaxhojmë, sepse thash duhet me pas shumë durim. Ne këtu duhet me qenë ekip e tonë, është pediatri reumatolog, është psikologu, i cili duhet më marrë me këta fëmijë, ne kemi psikologën në klinikën e pediatrisë, dhe është fizioterapeuti për ushtrimet fizioterapeutike, të cilat do t'i bëjnë në fazën kur nuk është faza akute, por kur e kemi smundje në qetësi. Doktoresh, tha më herët, për plot smundje mund të na shkojë mendja te fëmijët. Megjithatë për smundje reumatike shumë pak besoj. Edhe konsideroj që prindërit kur vijnë kanë problem të pranojnë që një fëmijë mund të ketë smundje reumatike. A na tregon më saktë dhe detajisht cilat janë ato simptoma të cilët prindërit nuk duhet të injorojnë dhe t'ju shkojë mendja për smundje reumatike të fëmijët, në mënyrë që posa ta ketë fëmia simptoma të tilla ta dërgojë te pediatri reumatolog. Është e vërtetë që shumë vështirë e perceptojnë, sidomos disa prej prindërve, si është e mundur doktoresh të ketë fëmia im reum, fëmiu im 2 vjeçar të ketë reum. Reuma nuk është vetëm te pleqt, është, do të thonë, është e paperceptueshme. Mund të më thonë që në vitet e fundit, ndoshta fal vëdësimit të popullatës, fal pacientave të cilët kanë ardhur tek ne në reumatologjinë pediatrike dhe duke i treguar pacientit, tash pak janë vëdisu. Mirë po ka qenë tepër problem bindja që fëmiu yt ka reum. Nuk duhet të neglizhohet as një dhembje e nyjeve. Dhe
Do të thonë simptome e parë është Simptoma e dhëmbja e parë nyjeve. është dhëmbja e nyjeve, por të merremi vesh. Dhëmbja e nyjeve nuk është vetëm reumatizmale. Dhëmbja e nyjeve mundet mu përzin nganjëherë edhe me smundje hematologjike, me leukemit. Për këtë arsye, reumatologjia është sfidë, sepse ne duhet të kemi kujdes. Simptomat të cilat shpeshherë i ka reumatologjia pediatrike, i ka edhe smundjet hematologjike, leukemit. Për shembull, një dhëmbje e këmbëve mund të neglizhohet. Mund të fillohet me kortikosteroide, kortikosteroidet e maskojnë periferin e gjakut, ne e bëjmë një analizë të strishës periferike dhe na del pastër. Jo, për këtë arsye, protokoll, si të ka dhëmbje të nyjeve, duhet të mirët një strishë periferike e gjakut. I qartë. Ta shohim që periferia është mirë. Pastaj të veprojmë me terapi. Dhe çka është interesant për popullatën? Ju kisha dhënë si mesazh, dhëmbjet e këmbëve, ajtjet e këmbëve, çalimet, mos të shkojnë në radhë të parë te ortopedi. Radhë të parë është pediatri reumatolog, ose nëse nuk mund të gjenden, ose nëse nuk kanë ndjeni, të shkojnë te pediatri më i afërm, i cili do të thonë sigurisht e referon pastaj te pediatri reumatolog. Te ortopedi, nëse ka traumë, rrëzot, nëse ka plasaritje, ose nëse është për ortopedin, ne vetë pastaj e referojmë. Që po ta tregoj Besa një rast të një pacienti i cili jeton në Gjermani, ka ardhur këtu në pushime, dhe zakonisht këta që vinë pushime nuk e di ku është arsyeja, smuhen ose ndrimi i ajrit. Ndrimi i ajrit. Sidoqoftë, këto simptoma e kish pas edhe në Gjermani që një vjet. Fëmia i dhem kamba e djathtë. Vjen shtrohet në repartin ton, vetëm dhëmbje, domethënë nuk ka pas ajtje. Ne fillojmë me analizat laboratorike, të gjitha analizat laboratorike ishin në rregull. Fillojmë me protokollin e strishës periferike, realizojmë strishën periferike edhe ka qenë në rregull. Pas dhënies së terapisë, zakonisht terapia brenda 24 orëve reagon. Fëmiu përsëri kishte dhëmbje. Ne realizojmë një rezonancë magnetike të kokërdhëkulleve, të kukave dhe të këmbës, gjithë këmbës së djathtë, rezulton një infekcion shumë i madh i ashtit që quhet ostomielit. Dhe pastaj referojmë më njëherë tek ortopedi. Pra dhe ne kemi raste të cilat i referojmë. Por dhëmbjet, ajtjet në fillim nuk duhet së pari të shkohet te ortopedi, por siç e thash te pediatri reumatolog ose te pediatri më i afërt. Ose ka qenë një rast para një viti, është endur nëpër mjek të tjerë, normalisht s'u ka shku mendja se asnjë mjek nuk ka dëshirë të mos i shkoj pacienti mirë. Dhe e ka neglizhu pak rastin duke thënë që janë dhëmbje të rritjes. Për këtë po dua të pyes, a ekzistojnë dhëmbje të rritjes? Dhëmbjet e rritjes Besa ekzistojnë. Ende janë shkencëtarisht të padefinuara, por mendohet që prej moshës 2 deri në 6 vjet mundet me pas dhëmbje të rritjes, por është vendi karakteristik. Pjesa e pasme e gjurit e te poshtë. Pjesa e pasme e gjurit dhe pas lojës në mbrëmje. Lodhet fëmiu, ka lujt futboll ose ka dalë me shok ose me shoqe me lujt, edhe domethënë ato janë karakteristike. Po domethënë që janë të vërteta kur themi. Janë të vërteta, janë duke u rritur fëmijët edhe po ka dhe dhëmbje të rritjes, domethënë jo çdo dhëmbje është traum, ose jo çdo dhëmbje është smundje hematologjike. Dhe ky rasti që thash vjen para një viti, edhe ky nuk reagon në terapi. Shpeshherë tek ne vinë fëmijë ose adoleshent në kohën kur dojnë të rrisin mendjen, me rapak në sy, sikurse mosha pleqërisë që kanë dëshirë nganjëherë të rrisin mendje, edhe adoleshentët e kanë këtë. Dhe unë e shiqova, ky nuk po reagon në terapi, edhe u detyruam t'ja bëm një rezonancë magnetike dhe ka dalë si një tumor i ashtit dhe fëmiu ka shku për operim pastaj, sa diu është operu dikund ose në ortopedi ose ka dalë jashtë vendit, si jo me sigurt, por që kryesore është diagnostiku. Domethënë dikun rreth 1 vjet është end
prej mjekut në mjek, po se kinse dhëmbjet e rritjes. E qartë. Do më thonë, momentin kur zgjasin ato një periudhë të gjatë dhe e tregova lokalizimin e dhëmbjeve të rritjes, nuk duhet të neglizhohen. Thash se përzihen edhe me tumore, sidomos kur kemi edhe dhëmbjen e kukave ose të kokërdhokulleve, aty patjetër duhet edhe me metoda imazherike, sepse mund të na mshepet diçka hematologjike. Doktoresh, në këtë fush e përmendëm disa herë që je vetmja, po më intereson kur të vinë prindërit me fëmijë, cilat janë ato mitet që kryesisht i hasni akoma rridhur me sëmundjet reumatike të fëmijët? Po qysh ka reum? Qysh ka reum? Qysh ka reum? Qysh është e mundun me qenë si plaki? Unë s'po muj me besu. Edhe besa nga mos besimi që ju them diagnozën ndoshta, pju tregoj sinqerisht shetisin me Beograd, me Shkup, me Tiranë, me Kret. Kret rajonin. Verifiko diagnoza sakt. Dhe ata normalisht e rastet të cilat janë rezistente në terapi i preferojnë substancat biologjike, sepse ata nuk ju japin shqiptarëve tanë në Shkup ose në Tiranë, sepse është kosto e lartë, ata i kanë për pacientat e vetë. Dhe pastaj përsëri përfundojnë, e mira është që diagnostikimi është në rregull. Bëhet edhe në Kosovë. Po, edhe në Kosovë. Ose po ju tregoj një rast interesant. Vjen një pacient i cili mjekohet në Shkup 1 vjet. Dhe prej Shkupit dikush e dërgon te një dermatolog, sepse aty mjekohet në Shkup si lupus i faqeve, lupus i lëkurës, lupus dermatit. Unë nga njerë hezitoj në kërkimin e analizave, sepse analizat reumatologjike jënë tepër shtrejta. I qartë. Genetika artritit reumatoid juvenil, diku 100 euro. Genetika e morbus Bechet, gjithashtu një kosto të tillë, plus analizat të tjera, prandaj nga njerë shpesher mdhimësën t'ju kërkoj analizat. Në anën tjetër, kjo është thik me 2 teja. Nëse nuk kërkon analiza, atëherë diagnostikimi nuk është shumë i sakt. Vjen pacienti dhe mendoj, atja kërkoj genetikën, a mos t'ja kërkoj, dhe do t'ja kërkoj. E kërkoj analizën, thot fëmiu smut prej gojës, shpesh, në organe gjenitale ka ndryshime dhe goja doktoreshi smut shpesh. Përveç imunodeficiencave që kërkoj analizat, e kërkoj edhe genetikën për morbus Bechet, që është një smundje tepër e rrallë, a ne vjet i kemi diagnostiku 5 raste. 5 raste. Pse i kemi kërku. Mos t'i kisha kërku, në më thënë si ishin diagnostiku. Edhe i del Bechet smundja, kuptot, një smundja autoimune të një pacient, mundet mu shoqëru me smundje të tjera autoimune. Connective tissue disease, smundjet e përbashkëta të indit lidhës. Zakonisht, do më thonë shoqëron, por nuk do më thonë gjithmonë. Kur diagnostikohet me Bechet, ky pacienti ka dhe lupusin ertematoz sistemik, thot edhe vllau im, pra agja i pacientit, thot i ka këto simptome. Ai edhe vllaut vet ose agjës pacientit ja bën genetikën, edhe ai del me Bechet. Unë referoj agjën të reumatolog të adult, kurse pacienti është duke u trajtuar këtu. Dhe për me ju thanë, prindërit shkojnë të punojnë në Belgjik, 3 muaj, dhe normalisht që e qojnë të pediatri reumatolog. E njëjta diagnoza është, njëjta diagnoza jonë, i njëjti trajtim është, pra lirisht mund të themi që reumatologjia pediatrike ka bërë revolucion në Kosovë, është zhvilluar mjaft viteve të fundit dhe pacientët nuk ka nevojë të hargjojnë të dalin jashtë Kosovës, asesi ata e kanë të drejtën sepse janë fëmijët e tyre, mund ta verifikojnë diagnozën, por që po më duket e kot të dalin jashtë Kosovës. Po. Doktoresh, a ndikon ushqyerja në këto sëmundje traumatike, sa ndikon? Besa për smundjet reumatike në thojza munde me thonë lirë që në smundjet moderne të shekullit 21, sepse jo në shtime sipër, jo vetëm smundjet reumatike, po edhe diabeti të fëmijët, fatkeqësisht ashtu shpesh, astma, pra edhe smundjet reumatike. Shumë mirë e përmende ushqimin.
ne të gjithë nuk e dim çka jena duke hangër. Tani më nuk e di atë ju them pacientave të hajnë pemë dhe perime. Një vërtet. Nëse është dimër dhe t'ju them unë të hajnë perime, t'ju nuk them janë të hajnë sezonet. sallata që nuk janë të sezonës, unë nuk e di si rriten ato sallata. Pemë dhe perime gjitha me pesticide. Ushqimi ndikon shumë. Nga përvoja ime, po ju tregoj që e kom pa që ushqimi ndikon shumë. Nuk e kom bërë ndonjë punim shkencor, por ushqimi i shëndetshëm, larja e pemëve dhe perimeve Si duhet. me sod bikarbone ose me uthull molle ka shumë rëndësi. Këtë duhet ta bëjmë ne të gjithë, jo vetëm fëmijë që janë të smur. Mishi i kuq preferohet një herë, maksimumi 2 herë në javë. Mishi i pulës taze, jo i ngrirë. Pastaj, mishi i peshkut preferohet, po jo trofta, sepse trofta rritet në bazene dhe ushqet me hormone. Dhe duhet i themi jo të gjitha gjanave të konservuara. Sallamave, argetave, Ushqimet procesuar. të gjithat ushqimeve domethënë të procesune sa ma rrallë ose fare të mos përdoren. Unë i kuptoj se janë fëmijë dhe është e pamundon, po të paktën një herë në javë t'i përdorin dhe jo më shumë. Jo më shumë. Ushqimi ndikon në qetësinë e smundjes. A ka diçka që decisivisht duhet të largohet nga menyja, apo supozoj, që nuk e tolerojnë smundjet reumatike? Ushqimet e procesuara. Doktoresh, erzat sa janë të rekomandueshme për smundjet reumatike? Erzat varet cilat erza, domethënë, për shembull biberi i zi, nuk rekomandohet. Nuk rekomandohet. Jo, ose fare pak, ose nuk rekomandohet. Nuk rekomandohet kripa në sasi të madhe. Kripa në sasi të madhe jo vetëm të smundjet reumatike, po të gjitha por mandej varet to magdanozi këto normalisht që preferohen, varet cilat erza. Këto që janë që shkojnë nga djeksi, nuk preferohen. Doktoresh, me qenë se jemi ka fundi emisionit, po më intereson sa janë të rekomandueshme apo nuk janë të rekomandueshme aktivitetet fizike të personat që kanë të vojnë nga smundjet reumatike, të fëmijët për flas. Po, jo, nëse kemi smundje në stat të qetë, nëse nuk kemi ajtje, nëse fëmiu është mirë, është me një dozë shumë të vogël të terapisë, ose që qoftë edhe me një substancë biologjike, aktiviteti fizik rekomandohet, por jo i tepruar. Jo i tepruar, i moderuar. Po, i moderuar, se ecja i ndihmon, notimi i ndihmon, domethënë çdo aktivitet fizik është i mirë, normalisht mos i tepruar. Po. Doktoresh, edhe diçka dua ta di, sa është e rëndësishme kapja me kohë e këtyre sëmundjeve dhe në raste neglizhohen ose nuk trajtohen, cilat janë pasojat për fëmijët? Kapja me kohë e sëmundjeve është rëndësia më e madhe, edhe domethënia më e madhe si do të na shkon sëmundja. Nganjëherë një muj vonesa po na kushton. Gjuni po mbetet i ajur. Mos flasim kur po na vinë fëmijët me 2-3 vjet, domethënë me të njëjtat simptome. Ardhja me kohë dhe diagnostikimi me kohë prevenon invaliditetin dhe prevenon komplikimet në sy, siç janë iridocikliti ose uvejti. Cilat janë risit më të fundit në këtë fushën e reumatologjisë të fëmijët, cilat janë në botë dhe cilat i përdorin këto? To që i thash, risia e fundit janë substancat biologjike, me të cilat tash kemi bërë një revolucion të madh, sepse po ndihemi mirë, po ju afrojmë, domethënë pa kurfar kompenzimi pacientëve, thjesht po ju letojmë jetën, sepse në atë kosto shumë të madhe që e kanë, unë nuk e besoj që e kishin pas lehtë t'ju japin këto substanca. Doktoresh, nëse keni diçka për fund, ndonjë mesazh ose ndonjë këshill për prindërit? Mesazhi im është çdo dhimbje e nyjeve, çdo ajtje drejtohuni te pediatri reumatolog. Thash nëse nuk e dini ose nuk është pediatri këtu, domethënë te pediatri më i afërt. Nën 2, mos neglizhoni sepse kushton me invaliditet të fëmijët të juaj, dhe nën 3, siç po e shihni në Kosovë, pra ka pediatër reumatolog dhe nuk keni nevojë të shpenzojeni edhe të shkoni jashtë
Kosovës. Doktoresh, faleminderit për kohën. Faleminderit shumë për ftesën. Kënaqësi të kisha në studio. Faleminderit shumë. E të dashur shikues, ky është podcasti për sot. Por para se ta përmbyllim, ju ftoj të ndiqni një historie për panele solare dhe punën në kompaninë Muça Solar. Në kohën kur kemi shtrejtim të energjisë elektrike dhe gjithnjë shikohen më shumë mundësi për ngrohje alternative, panelet solare janë një zgjidhje shumë e mirë. Ndiqni historien në vijim. Javë të mbarë. Përshëndetje, mirë se vini në Suarek. Tani Muça Solar Kompani është e gatshme ti pret studentat të Fakultetit të Inxhinierisë që ata studentat do ta shohin më së afërmi produktin e Muça Solar Kompani që është shumë e nevojshme për studentat. Muça Solar Kompani operon në Kosovë prej vitit 2001, kurse që nga viti 2007 kemi filluar të mirëm edhe me sektorin e energjisë ripërtishme, ku në atë kohë ka qenë për secilin qytetar Kosovës diçka e pakapshme, e pabesueshme, ndoshta për dikan edhe pa arritshme. Në vitin 2007 kemi qenë në trajnim në Austri, ku aty përse afërmi e kum pa se sa me interes është paneli termik edhe sa me interes është paneli fotovoltaik. Qësh në atë kohë, në vitin 2007, unë kur kam qenë në Austri në trajnim e kam pa që Kosova ka potencial të jashtëzakonshëm për shkak se Kosova i ka 290 ditë me diell ose 1400 kWh për metër katror. Ose në rast se na e përkthejna pak më ndryshe, ne jemi dikon 40% më shumë kemi potencial se Gjermania, Zvicra, Austria, e tjerë e tjerë. Këtu po i shohim disa panela të ndryshëm. Po fillojmë prej këtij panelit, tash është sistemi më i ri që është i mes, half cut, në rast se gjatë ditës, po më shembull këtij panelit i bie hija, momentit kur ky panel i bie hija, në mënyrë automatike ky panel nuk prodhon më energji elektrike për shkak se e ka rrok një pjesë hija. Çka ka bërë teknologjia tash më së fundmi, e ka nda panelin në mes, ku kanë thonë në rast se unë kam hije vetëm në këtë pjesë këtu, atëherë le të operon pjesa tjetër. Do të thotë, çdo herë është mundu teknologjia e fundit me pas diçka sa më tre, edhe për me pas përfitim sa më shumë prej panelit fotovoltaik. Do thotë, këtu e kemi një panel të rëndomt, pastaj ky panel këtu po e shohim që në rast se studenti është mirë pak më afru, ky panel është xham, e ta është paneli xham është më efikas se sa paneli i rëndomt. Ne e shesmi produktin me kilowatt, se shesmi me copë. Tash, çka kuptu këto? Kur kemi startuar në 2007-2008, po kur kemi startuar në 2010 me panela fotovoltaik, na ka dosh 4 panela për 1 kW. Po e shihni vetë që këto janë disa lloj të panelave, por ky panel këtu ku e kem të prezantu është paneli i fundit, teknologjia e fundit sot në tregun botëror. Këtu e kemi një charger ku i ka dy mundësi, këtu i jep 22 kW edhe këtu i jep 22 kW, që do të thonë dy makina mund më kariku për një herë nga 22 kW. Tash e kena mundësinë me monitoru, me pa se sa kWh na merr makina gjatë karikimit. Tash, këtu po e shohim që është 0 për shkak se makina nuk është e karikuar nuk është fut në prizë për mu kariku. Ne çka po bëjmë? Po fillojmë të marrim edhe po e fusmi makinën në karikim. Tash çka bëjmë? Ne e fusmi këto mrena. Presmi disa sekunda, po na tregon që makina tash ka fillu në karikim. Teknologjia na ka mundësu edhe prej distancës, unë me monitoru se si du me e kariku makinën. Gjatë ditës, për shembull, kur ne dim që kemi sistemin gjatë ditës që është më të shtrenjtën, unë hi në automatike dhe kam kod mjaftueshëm, e baj me 10 ampera, edhe e karikoj makinën vetëm me 2.2 kW. Kastrioti tash do me prezentu çka
ofrojmë ne edhe çka mundim ju si studenta me pa në këtë rimorkë që Muça Solar Kompania ka këtë rimorkë dhe çdo panajër ku ne morremi pjesë, e morremi rimorkë me veti sepse këtu e shohmi gjendjen faktike, këtu e shohmi ky panel çka po prodhon. Kjo është pajisja, domethënë inventori, është i prodhim gjerman, Efekta, është i fuqisë 1 kW. Domethënë energjia e panelave, e prodhuar prej panelave vjen deri te inventori. Inventori e bën shndrimin e energjisë prej DC në AC. Mujna me akumulu në bateri, edhe kjo është kodri mbrojtës, domethënë i panelave edhe i pjesës të AC-s. Për momentin është në funksion, edhe mujna na me e testu se qysh mujna me prodhu energji elektrike në qitë kohë, edhe pse është koha jo me dili të mirë. Vetëm shihet që pjesë tjera janë dhe këto janë produkte që mujna me prezentu, edhe energjia elektrike që vjen prej panelave diellore. Bateriat janë njëjtit brand prej sikur lloji inventorit. Kjo është kodri mbrojtës i baterive, kodri mbrojtës i panelave, edhe kodri mbrojtës i pjesës së AC-s. Domethënë për çdo pajisje do të me pas mbrojtje të veçantë. Si për pjesë të AC-s, ashtu edhe për pjesë DC-s. Në fshatin Vraniç, në vitin 1957 është ndërtu hidrocentrali i parë, ku në atë kohë ka qenë gjyshi im kryetari i fshatit, ndoshta unë jam pasardhës i gjyshit tim dhe i fshatit tim, që në atë kohë kemi pas hidrocentralin tonë dhe tash Muça Solar Kompani po mirret me energji të rinevueshme. Arsyeja pse kemi ardhur në Vraniç është që ne projektet e para në vitin 2008 që kemi instalu është ai sistem aty ku është quhet termosinfon sistem, edhe shfrytëzohet për një familje për shembull deri në 5 anëtashe ku ka ujë mjaftueshëm sanitar. Por projekt pse është interesant sepse ai projekt, ai sistem funksionon pa ndihmën e asnjë lloj pompe. Domethënë momentin kur ka rrezatim paneli termik, në hidraulike funksionon, sepse ne e dim që uji ngrohtë rrin sipër, edhe funksionon në hidraulike çakullimi i glikolit që ekziston në bojler dhe në panel, edhe në këtë formë ne muna me pas ngrohet ujë të sanitar të mjaftueshëm për një familje deri në 5 anëtashe, sepse bojleri është 160 litra që po e shohim tash. Sot këtu përfaqësoj kolegjin IBCM dhe jam me studentat e vitit 2 këtu dhe është një privilegj që tash edhe 10 vite Muça Solar i ofron studentëve tonë një përvojë dhe një mundësi që të lidhin teorinë me praktikën. Njohuritë të cilat i marrin në teorinë pranë kolegjit tonë, të kenë mundësi në praktikë nga afër, të kenë çështje, të shohin për një instalim të paneleve solare, të shohin mundësinë se si është mundësia e të ardhmës tyne, le të themi, pasi që dim që energjia solare është një ardhme energjisë, një energji premtuese, ta themi ashtu, për xhepin tonë dhe kjo e bën e fuqizon këtë marrëveshjen që e kemi marrëveshje paraprake me Muça Solar, po edhe është marrëveshje në vazhdimsi. Sot kemi ardhur në kompaninë e Muçal, e cila na ka treguar shumë për solaret, për gjëra të ndryshme, të cilat qysh me kursy sa më shumë energji, për pas energjisë qysh me kursy më shumë në gjendje financiare. Edhe kemi marrë shumë informata të cilat kanë qenë shumë sakta dhe kanë qenë shumë detajume, për të cilat besoj që kanë na ndihmu aq më pak si në vitin e fundit që jam në IBCM të studimeve, më kanë ndihmu shumë që me mujt me gjithë diçka për timen e diplomës, që është me avancu në këtë drejtim. Ashtu siç e pat edhe jo, ne patëm studentat nga Mitrovica të kolegjit IBCM, ku ata studenta e pan përse afërmi se çka ofron Muça Solar Kompani. Ne ju treguam që ne
instalojmë sistem fotovoltaik, instalojmë sistem termik, instalojmë pompa termike, chargera të ndryshme për makina, do më thonë chargera chargera që janë fast charger dhe chargera normal që janë 11 dhe 22 kW. Dhe në fund shkum në shtëpinë tonë ku ne i pom aty se çka kemi të instaluar. Kemi të instaluar panelin fotovoltaik, panelin termik, pompën termike, kemi të izoluar jashtëzakonisht mirë që gjitha kjo energji të ruhet dhe të quhet shtëpi ku është edhe eficiente. Por aty çka pam në diçka tjetër, pam që gjatë kësaj vizite ne pam që makina që karikohet mund të karikohet fal panela fotovoltaik dhe ne e pam më përse afërmi se si mundet makina me u kariku sot nga panelat fotovoltaik. Dhe kjo më në fund fare ne u dakurduam dhe bën një marrëveshje shtesë ku studentat e këtij universiteti kanë mundësi me kry praktikën pranë Muça Solar Company. Ne jemi këta, ne po mundohemi që të ofrojmë çdo qytetarit, qoftë studentit, qoftë nxënësve që edhe ata po bëjnë praktikën ne mi ofru ato që ne dim dhe ato që ne dim do ta plasojmë te populli jonë në Kosovë. Muça Solar është pioner në Kosovë në sektorin e energjisë ripërtritshme, duke ofruar sisteme solare, fotovoltaike dhe termike me cilësi të lartë dhe shërbim të profesionalizuar që nga viti 2008. Me një ekip të specializuar dhe të certifikuar ndërkombëtarisht, ne garantojmë instalim dhe kujdes të përkushtuar për çdo projekt, për një planet më të pastër dhe më të qëndrueshëm. Zgjidhni Muça Solar për çdo nevojë në fushën e energjisë solare. Muça Solar, aktivist i ambientit. Le të paguaj dielli për ju.